Gjatë një diskutimi, Mateo ka dhënë sqarimet e tij lidhur me marrëdhënien që ka pasur me Brikenën, duke theksuar se që në fillim ka qenë transparent me produksionin. Ai rrëfeu se në momentin e hyrjes në shtëpi ishte pyetur nëse njihte ndonjë nga banorët dhe kishte pranuar hapur se kishte pasur një njohje të mëparshme me Brikenën. Sipas Mateos, raporti mes tyre kishte konsistuar kryesisht në komunikim të vazhdueshëm në distancë për një periudhë të gjatë kohore, si edhe në një takim të vetëm. Megjithatë, ai nënvizoi se kjo njohje nuk kishte kaluar kurrë në një lidhje të mirëfillt apo formale dhe se nuk kishte pasur elemente që mund të interpretoheshin si diçka më tepër. Gjatë bisedës, Brikena ndërhyri duke theksuar se takimi kishte ndodhur vetëm një herë, çka Mateo e përdori si argument për të përforcuar qëndrimin e tij se mes tyre nuk mund të flitej për një lidhje. Ai pranoi se nga ana e tij mund të kenë ekzistuar ndjenja dhe respekt, por pa pretenduar se raporti kishte marrë një dimension më serioz. Nga ana tjetër, Brikena u shpreh skeptike, duke lënë të kuptohet se ndjenjat mund të kenë qenë të njëanshme dhe se ajo nuk e kishte përjetuar situatën në të njëjtën mënyrë si Mateo.